Destinacioni jon i parë për sot do të jetë Gjermania. Atje na pret një grua shumë e zonja. Bëhet fjalë për doktoreshën Zana Luci, e cila ka shumë çka për të na rrëfyer. Ndër të tjera, ajo është emëruar edhe drejtoreshë një spitali mu në mes të Gjermanisë. Për sot, Zana ka vendosur që të ndajë detaje të tjera që shpesh herë nuk është se i ka diskutuar, sakrificat, paragjykimet, por edhe barierat të cilat i ka pasur përgjatë këtij rrugëtimi. Më shumë detaje do të na tregojë vetë Zana, të cilën aktualisht e kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndetje Zana. Përshëndetje Gresa, faleminderit shumë për ftesën. Zana, të cilësova shumë grua të zonja, shumë grua e suksesshme, ndër të tjera je drejtoreshë një spitali në Gjermani, një shqiptare, një sukses i jashtëzakonisht i madh. A mund të më tregosh pak detaje se si erdhi deri tek kjo ngritje profesionale? Faleminderit shumë spari për komplimente Gresa. Ka qenë një rrugtim shumë i gjatë. Si e shumë tjerëve, që fillë kështu shkurt, me 18 vjetë vendosa të studioj jashtë vendit, ku shkova në Vjenë të Austrisë dhe atje mësova gjuhën gjermane, pastaj i përfundova studimet atje. Pas studimeve erdha për specializim në Gjermani, ku vazhdova rrugtimin tim. Mirë po pas specializimit ishte gjithmonë dëshira e jamja që mos më mbet domethënë vetëm specializimi dhe asgjë më tepër, mirë po të ngritem profesionalisht, të bëna drejtori i reportit. Pastaj të specializoj për shembull në fusha të ndryshme të ginekologjisë dhe të obstetrikës, atë arrita duke e bërë edhe një subspecializim tjetër në fushën e perinatologjisë dhe obstetrikës. Pastaj specializova edhe në operativ, në fushën operative dhe në kuptohet që ishte gjithmonë qëllimi imi që të ngritem më shumë edhe më shumë dhe pastaj më erdhi rasti edhe në kuptohet që nuk e refuzova. Doktoresh, për të arritur deri këto, duke qenë se Gjermania një vend i huaj dhe një shqiptare të ketë një avancim të tillë, a ke pas paragjykime apo të kanë shikuar ndonjëherë me ndonjë sy tjetër, le të themi, kur bëhet fjalë për këtë profesion? Po Gresa, shumë gjatë kom provu me ignoru, ndoshta edhe atë fakt, po është e vërtetë që spari si gru, në çfarë do shoqërie sot që është emancipuar si gru i kemi disa janë barjera të cilat gjinja mashkullore nuk i ka, qoftë në profesion temin si mjeke apo në profesione tjera, më mërmendja ekziston kjo gjithashtu. Më thënë kjo është barjera e parë edhe nuk kuptohet si e huja, për shkak se nuk jam e lindur në Gjermani, nuk jam më thonë këtu si më thonë e këtij vendi, gjithmonë është një trajtim tjetër ku une e shoh që duhet ndoshta vetë fish ma shumë me punu, me u tregu, vetë fish me qenë ma e sjellshme, vetë fish ma e zellshme, edhe rezultatet mi pas shumë atë mira në mënyrë që me pas një trajtim të njëjtë, sikurse mjekët e tjerë këtu cilët janë faktikisht. A ke ndonjë moment kur për shembull dikush nga pacientët apo qoftë edhe nga kolegët të kanë paragjykuar apo të kanë thënë ndonjë koment që të kanë ngel ashtu në mendje? Jo, nuk e kisha thonë Gresa, dim se për shkak se ma merr mendja që me një sinqeritet, me punë, mas pari me shumë punë, me punë kvalitative, edhe me një sinqeritet dhe afërsi me pacienta, edhe me stafin tim, mundet faktikisht se cila blokade edhe me u thy edhe me arrit ajo që adim mi përfitu edhe ndoshta për vetin në asnjë mënyrë që edhe nuk e kisha paramendu, kështu që deri tash jom shumë e kënaqur. Ka ndonjë raste ku e vrej që toni është pak ashtu që nuk më pëlqen, po me një qetësi ma mërmendja që këto gjitha te kaluan edhe deri tash ja po marrit. Po dhe nuk kam dyshime që po e bën një punë të jashtëzakonshme në Gjermani, por doktoresh e ke menduar ndonjëherë kthimi në Kosovë që të japësh kontribut në Kosovë si doktoresh?
Po Gresa patjetër, tash para 2 muajve kom qenë në Kosovë, kam qenë pjesëmarrëse me një tresë të rrumbullakt, kur po e kom ftu edhe një koleg gjerman, një profesor për këtu, dhe së bashku morëm pjesë në tresë të rrumbullakt me shoqatin e ginekologëve dhe të obstetërve. Rreth tema ishte karcinomi i qafës mitrës. Me ta kom bashkëpunim shumë t'jashtëzakonshëm, kom ofru edhe Ministrisë Shëndetësisë punë vullnetare, mirë po nuk kom marrë ndonjë përgjigje. Për cilën periudhë konkretisht, ju ke ofruar ndihmë autoriteteve kosovare që të vish të kontribuosh në Kosovë dhe ata të kanë refuzuar? Faktikisht ka qenë diku muji dhjetor, ku unë deshta vullnetarisht me ardhë, ja ofrova që me ardhë dhe me kontribu, qoftë në trajnime apo në aspekt operativ. Mirë po, ma me që shëndetësi, duhet edhe shumë gjana me ndru atje që nuk po di. Po, doktoresh, të ndalemi pak në detaje, sepse kjo që e the vërtet është shumë e rëndësishme, sepse është për të ardhur keq që dita ditës kemi shumë doktorë të cilët largohen, le të themi, nga Kosova dhe shkojnë në Gjermani, dhe në momentet të tilla kur një profesionist si ju lajmërohet vullnetarisht që të vi dhe të kontribuojë në Kosovë, atëherë dhe të ketë neglizhencë, le të themi, është shqetësuese. Më kë ke pasur drejt për drejt kontakt në Ministrinë e Shëndetësisë me ministrin në fjalë, apo si ka qenë përgjigjja atyre? Po ka qenë me Ministrinë e Shëndetësisë, nuk ma mendja që nuk ka nevojë të ty përmendim emra, po e bëhet me drejtorinë e ginekologjisë në QKU. Unë jam shumë e gëzuar që kom hasën kolegë të jashtëzakonshëm. Për ministrinë që aktualisht e kemi në detyrë, apo jo? Mirë po, kom kolegë të jashtëzakonshëm, si për shembull shoqatës ginekologëve obstetërve, doktor Nasera Funa, Albana Loshi dhe shumë tjerë me të cilët jam kontakt. Kom pas edhe kontakt për shembull me specializante, apo kom ende specializante nga Prishtina, cilat kanë qenë këtu 1 muaj te une në hospitim. Kemi ndru përvoja, kanë qenë në sallë operative me mu. Tash të shtunën e ardhshme me 28 qershore organizoj simpoziumin e dytë këtu të ginekologjisë dhe të obstetrikës, ku ato do të vinë si musafire, pastaj edhe shumë ginekologë nga Kosova, kështu që kur e kom pa edhe në listë pjesëmarrësve shumë emra shqiptar, është studi një ndjenjë rëndësishme për mua, se kjo tregon që është bashkëpunimi mirëfillt, edhe ma merr mendja që në atë aspekt muj me vazhdu edhe domethënë atë lidhjen që e kom kriju me shoqatën, me forcu edhe më tepër. Po, doktoresh, përveç aspektit profesional, ti ja ke dalë edhe në jetën tënde personale, a mund të më mendosh pak detaje se më kë jeton atje, me sa ti je nën, ke një vajzë dhe nga jo se çka kam pa e keni një raport shumë të veçantë me njëra tjetrën. Po, Dora ka lind kur kom qenë vitin e 2 specializimit, dhe me para mendu, dhe më thonë, tash i ka 12 vjet. I kanë qenë sfida të jashtëzakonshme, sepse jam, domethënë, ja kështu është Dora për shembull me babain tim, kur ka qenë shumë e vogël këtu në spital kur më ka vizitu, për ato jemi të dyja kështu me kapela në sallë operative. Gjithmonë ka qenë pjesë e jetës time, jo vetëm private, por edhe asaj profesionale, se për mua është shumë e rëndësishme, dhe mendoj që për secilën grua është shumë e rëndësishme që edhe vajzave që tregojmë që nanat duhen me qenë të forta, jo vetëm si nana, po edhe në aspekt profesional, dhe t'ju japim një bazë që ta dinë që ato munden me arritë, domethënë çfarë do qëllimi që atë qesin vetit përpara në jetë. Shpresoj që e kom arritë ato te Dora që dhe ajo krejt qëllimet e veta edhe ëndrat mi realizu. Doktoresh, familja jote është në Kosovë, apo jo? Po, ata kanë qenë gjatë gjithë kohës, domethënë edhe gjatë specializimit derisa e kom përfundu, kanë qenë një shtyllë e cila më ka, domethënë ku mujt gjithmonë më mbështet në ta, për shkak që shumë më kanë përkrah me Dorën. Kur kom pas nevojë për shembull me shku në një kongres, nana e cila njëjtë ka qenë profesoresh në Universitetin e Prishtinës në patologji, ka ardhur për Prishtinës që mu për kujdes për vajzën, që unë me mujt me shku në një kongres apo në një trajnim, edhe shoqet e mia njëjtë gjithashtu, kështu që lidhja, ajo është
lidhja me popullin tem është ashtu që të ndonë familja, shoqëria. Këtë është për shembull shoqja ime më e afërt edhe kumbara e dorës, cila njëherë ka ardhur ekstra për Prishtinës me u përkujdes për dorën, derisa unë e kam bënë një trajnim të ultrazonit. Këto janë gjëra që kur i kujtoj, Gresa thëm ndonjëherë nuk e di se si kom arrit, si kom përballu këto gjitha, kur mendoj mbrapa, po njeriu ishi fort edhe gjithçka po përballoj kur i ka qëllimet e sinqerta dhe don me arrit ose ato që me të vërtet i flan edhe ka në zemër. Doktoresh, shumë mirë përmende që në momentet të vështira të është gjendur pranë familja, por edhe shumë mish, me disa prej tyre unë kam biseduar dhe ata le të themi e konsiderojnë veten me fat që të njohin ty personalisht. Unë sot këtu në studio e kam një person që ka një ndjenjë shumë të veçantë për ty, një person i cili sot publikisht ka vendosur që ti thot ty 2-3 fjalë, bëhet fjalë për mikën tënde dhe shumë të ngushtë, zonjën Berikena Gashi, e cila si asnjëherë më parë ka vendosur pra që të drejtohet ty publikisht. Hello Zana, këtu jam. Veri. Doktoresh, këtu në studio kam një mikë tënde shumë të ngushtë, e cila sot, si asnjëherë më parë, Berenika kur e sheh Zanën, një grua ka shtë zonja, cilat janë fjalët e tua përveç si shoqe që dëshiron t'ia thuash. Zana foli për jetën e saj, për punën e saj. Unë mendoj që Zana është një profesioniste e shkëlqyer, po përposa asaj ajo harroi me cek që është edhe një humaniste, edhe një gru që e trajton gjithkënd me dinjitet. Kështu që për Zanën unë nuk di çka më fol më shumë. Zana është për mua e jashtëzakonshme në secilin aspekt jetës. Është nane mrekullueshme, është shoqe fantastike, po mbi të gjitha mu më ka jep edhe një titull shumë fantastik në jetën e saj, jam kumbara e dorës, kështu që unë edhe Zana ndajmë shumë gjëra në jetë, edhe jam e lumtur që e kam një person si Zanën në jetë. Zana të dua. Zana, ke diçka për t'i thënë mikës tënde? Ja. Unë Berenika, po, ne ndajmë edhe ditëlindjen e kemi përbashkë për pos gjanave tjera, po e kemi një falënderit shumë Beri, nuk pres edhe asgjë tjetër prej saj se më thonë e kom është një njeri jetë një prej aty në shtyllave që thash një jetën teme, edhe Berenika ka qenë më ka ardhur prej Prishtinës për me u kujdes për dorën që me mujt, unë kur kam qenë vit 2 specializimet, me mujt një kurs me përfundu, kështu që këto janë gjëra që vetëm një njeri i veçantë i bën për dikant, kështu që e di që po tingëllon pak ashtu, po mirë, po me vërtet pandimin e krejt këtyre njerëzve nuk i kisha mujt edhe mi arrit krejt këto. Edhe vazhdoj me punu edhe për shkak të kësaj shësnisë shëndosh që e kam edhe për shkak të familjes, spaj, për shkak të dorës, këto janë motivet e mia për me vazhdu edhe mos me u ndal. Po, Berenika, kur e sheh Zanën duke arritur kaq shumë suksese për në distancë, ke ndonjë moment kur të mungon atë shumë që nëse keni kalu kaq shumë kohë bashkë dhe thua si kur të kisha këto Zanën dhe t'ja thoja 2-3 fjalë, po, faktën mi ndohallët bashkë. Mu mungon shumë prania e saj, prezenca e saj fizike, mirë po kështu spiritualisht edhe virtualisht jemi çdo ditë afër njëna tjetrës. Jemi shoqë që më shumë se 20 vjet, edhe unë Zanën njëjtë e kam shtyllën jetë, i ndaj me të mirat, këqijat, i ndaj sfidat, edhe nuk e di shumë shpesh në jetë thëmë çka kom meritu që e kom një shoqe si Zana. Kështu që jam shumë e lumtur. Aq me fat e konsideron veten? Shumë me fat e konsideroj veten që e kom një person si Zana në jetë. Thash edhe një herë është profesioniste e shkëlqyeshme, është nane mrekullueshme edhe është shoqe që më përmbush në secilin aspekt jetës. Kështu që Zana është shumë e veçantë. Zana pas gjithë këtyre fjalëve shumë emocionuese që erdhen edhe drejt për drejt nga mikja jote, do të doja shumë një mesazh përmbyllës nga ana jote për të gjitha ato vajza dhe gratë të cilat po na ndjekin aktualisht. Shumë mirë tha Gresa, faleminderit. Pikërisht vajzave dhe grave ju kisha dërtuar edhe unë edhe Berenika që t'jenë të forta, t'i kenë qëllimet e veta në jetë, kur të mos hekin dorë edhe t'a përkrojmë, sidomos t'a përkrojmë njëna tjetrën. Se mendoj që nuk e përkrojmë sa duhet, kështu që gratë duhemi t'jemi aty për njëna tjetrën. Kështu që faleminderit edhe juve Gresa shumë për ftesën në emision.
Të falenderoj edhe ty, doktoresh, por edhe mikën tënde që pranoj sot të vi dhe t'i thot ty publikisht disa fjalë dhe ndër të tjera të transmetoni një mesazh dhe një model shumë të mirë të një shoqërie shumë të pasur dhe të shëndosh dhe shembulli më i mirë mbi të gjitha që gratë duhet ta përkrahin njëra tjetrën. Ju falenderit shumë dhe unë ju uroj juve shëndetin e plot. Çdo të mirë, mirupafshim.